Mirë, jemi me pamje të drejt për drejta nga shohim në këtë momente në fakt kryeministrin Edi Rama dhe presidentin francez Emmanuel Macron, pritet që t'i shohim nga momenti në moment, kanë përfunduar deklaratën e tyre të përbashkët, por gjithashtu edhe takimi në ambientet e kryeministrisë, janë nënshkruar memorandume bashkëpunimi, do të drejtohen në këto momente për në ambientet e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, atje ku në fakt ata do të marrin pjesë edhe në forumin ndërkombëtar ekonomik Iniciativa e Investimeve të së ardhmes. E shohim në këto momente me pamje të drejt për drejta. Duket se ky rrugtim relativisht i shkurtër do të jetë në këmbë e dy liderëve. Mirë, jemi me këto pamje të drejt për drejta, teksa po shoqërojnë edhe këtë rrugë le të themi të shkurtër të kryeministit Edi Rama dhe presidentit francez Emmanuel Macron, ka gjasa që përpara prezencës së tyre në këtë forum ekonomik ndërkombëtar të rëndësishëm të ditës së sotme që do të mbajë dhe të dy liderët, por jo vetëm do të mbajnë fjalën e tyre, presidenti i Francës Emmanuel Macron të zhvilloi gjithashtu edhe një vizitë pikërisht në rezidencën artistike të Villa 31 pra dhe Art Explora, janë në këtë moment në një bashkëpunim, është ndruar në fakt ky ambient në një ambient kulturor dhe është një institucion që vjen në bashkëpunim me shtetin francez. U përmend edhe në një moment në këtë deklaratë të përbashkët për shtyp të dy liderëve dhe gjasat janë të paktën edhe me hamendje dhe nga rrugtimi që ata dhe drejtimi ku janë drejtuar që të jetë pikërisht kjo vizitë në ambientet e Vilës 31 në bashkëpunim me Art Explorën që tashmë është kthyer në një institucion kulturor ku do të zhvillohen aktivitete të ndryshme.